Çfarë sekretesh fsheh zona 51? Çfarë eksperimentesh të errta kryen aty? E ndodhur në zemër të shkretirës së Nevadës, zona 51 është institucioni më i famshëm ushtarak në botë, që zyrtarisht nuk ekziston. Baza e forcave ajrore të Kalifornisë u themelua në vitin 1955 për testuar avionët ushtarak. Ndërtesa që, edhe pse konfirmohet nga Google Earth, qeveria refuzon ta pranojë. Por, pse kjo zonë është kaq e mistershme, dhe pse asnjë nuk do të flas për të. Zona 51 gjendet rreth 100 milje larg Las Vegas në shkretirën e Nevadës, mbërthyer midis një baze të forcave ajrore dhe një vendi testimesh të armëve teknologjike. Pas dekada sheshtje, CIA ka konfirmuar ekzistencën e zonës 51 vetëm në vitin 2013. Për arsye ende të panjohura, qeveria pranoi se zona 51 është një vend real në shkretëtirë, rreth 100 milje në veri të Las Vegasit. Përpara se të fillojmë, ti që po shikon këtë video, nëse nuk e bërë asgjë të bukur sot, atëherë ky është momenti yt. Bëj subscribe në kanalin ton dhe të garantoj që nuk do të zhgënjehesh, por do të presësh me padurim videon e radhës. Nëse je subscribe, klikoj ikonën e zilës që të njoftohesh i pari për çdo video ton.